Ndërë miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Do të flasim në këtë emision të radhës për Dhulhixhen. Ç'kuptim ka fjala Dhulhixhe? Pra do të flasim për ditët e zgjedhura të Dhulhixhes. Çfarë rëndësie kanë këto ditë, çfarë pëlqejet të bëhet në këto ditë, çfarë nuk pëlqejet që të bëhet. Cila është rëndësia që ia jep vlerën e madhe këtyre ditëve dhe çfarë angazhimi duhet të ketë besimtar dhe çfarë raporti duhet të ketë me Dhulhixhen. Për të njohur më tepër pra mbi kuptimet e Dhulhixhes dhe vlerat e saj, do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vini. Hoxh, le të bëjmë fillimisht një përkthim gjuhësor dhe terminologjik të fjalës Dhulhixhe. A ka ndonjë historik, ka ndonjë, po themi, ndonjë rëndësi, ndonjë ngjarje me këtë term? 10 ditë e Dhulhixhes, 10 ditë është shqip, nuk kemi nevojë që ta komentojmë. Ndërsa Dhulhixhe faktikisht është muaji i Dhulhixhes. Ne në Islam kemi 4 muaj të shenjtë, kemi Dhulqaden, ky që domethënë sapo e mbyllëm, Dhulhixhe, pra ky që po futemi në të. Pastaj kemi muajin Muharrem, që është tjetër, pra në 3 radhazi, pra Dhulqade, Dhulhixhe dhe Muharrem. Dhe kemi muajin Rexheb, i cili është mes muajit Ramazan dhe muajit mes muajit Shawwal edhe mes muajit Xhamada. Pra, ky është një muaj, Dhulhixhe është muaj i shenjtë. Pra, vlera e parë ose e veçanta e parë këtij muaji është një prej 4 muajve të shenjtë. Si përkthim desha të them, pra Dhulhixhe, po ta përkthesh në gjuhën shqipe do thotë muaji i haxhit. Muaji i haxhit. Muaji që lidhet me haxhin. Po, sepse haxhi nuk bëhet vetëm se në muajin Dhulhixhe. Pra, për këtë arsye edhe fjala dhi do thotë pronari ose zotëria, mbartësi, el hijje i haxhit. Pra, për këtë arsye dhe emri 10 ditëshi i Dhulhixhes, pra 10 ditëshi i muajit të haxhit, nëse duam të bëjmë një përkthim, domethënë bukfalisht. Ndërsa në kuptimin fetar janë 10 ditët e para të muajit Dhulhixhe, të cilat përfundojnë me ditën e Arafatit si adhurime, ndërsa me ditën e Kurban Bajramit si le themi si rit kulminant i këtij 10 ditëshi. Normalisht ky 10 ditësh ka të bëjë me 2 gjëra të rëndësishme, ka të bëjë me jetën e besimtarëve në gjithë globin, po ka të bëjë edhe me jetën e atyre të cilët shkojnë në haxh. Pra, ata të cilët shkojnë në haxh në këtë 10 ditësh kanë ritet ose adhurimet më të rëndësishme të haxhit. Me 8 të muajit Dhulhixhe ata shkojnë në Mina, me 9 qëndrojnë në Arafat, me 10 bëjnë tawafin e haxhit, edhe domethënë ruajtjen e kokës, bërjen e kurbanit dhe domethënë heqin rrobat dhe kthehen në normalitet. Pra adhurimet më të rëndësishme të haxhiut bëhen pikërisht në këto ditë, pastaj është qëndrimi në Mina, pra arrin edhe 3 ditë të tjera në Mina, 3 ditë net ose 2 ditë net për të plotësuar haxhin e tyre. Ndërkohë që edhe për muslimanët e tjerë në botë ky 10 ditë është i rëndësishëm sepse është i mbushur me adhurime, si më thën Zoti i Madh, duke ditë se njerëzit e kanë ëndër haxhin dhe bërjen e haxhit dhe është një kohë që njerëzit shkojnë në haxh dhe një pjesë tjetër mbetet pa shkuar në haxh, Zoti sikur kompenson në një formë tjetër që edhe ju që nuk keni mundësi të shkoni në haxh keni një formë tjetër për të arritur shpërblimin e Zotit dhe për të arritur kënaqësinë e Zotit. Për këtë arsye këto 10 ditë janë tepër të rëndësishme në jetën e muslimanëve. Për këtë arsye dhe muslimanët në përgjithësi i kushtojnë shumë rëndësi këtyre 10 ditëve, mundohen të përkushtohen në këto 10 ditë, po edhe ka disa le të themi disa rregulla të veçanta që duhen bërë apo nuk duhen bërë në këto 10 ditë që muslimanët mundohen të jenë korrekt. Faktikisht për këto 10 ditë ka folur Zoti në Kur'an në surën Al-Fajr kur thotë wal fajri wa layalin ashr, betohem në dritën e agimit dhe betohem në 10 netët. 10 netët, një kuptim e ka 10 netët e Ramazanit dhe 10 netët nuk kupton 10 ditët e Dhulhixhes, sepse është përmendur nata, nga që nata në gjuhën arabe përmendet ndonjëherë edhe si antonim i ditës, pra e thot ai nat, por ka për qëllim kjo është pjesë le të themi elekuencës dhe pjesë e alegorisë dhe mënyrës se si arab domethënë shpreh nganjëherë thon të kundërtën, po faktikisht ka synim diçka tjetër. Për si thon për shembull për një njerëz të smur, në traditën e tyre thon fulanun selim, është noshe mirë, po faktikisht ai nuk është noshe mirë. Pra përmenden domethënë të kundërtën për treguar që ai do të bëhet mirë ose është paqevë domethënë. Normalisht edhe në fjalët e profetit alayhis salam transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë nuk ka ditë
që të jenë më të vlefshme te Zoti, çdo vepër, çdo adhurim që bën njeriu në to, se sa 10 ditësh i Dhulhixhes. Nuk ka ditë tek Zoti që të vlerësohet siç vlerësohet ky 10 ditësh, pra 10 ditësh i Dhulhixhes. Madje sahabët thanë pejgamberi i Zotit, puna e mirë në këto 10 ditë më e mirë se gjithçka, tha më e mirë se gjithçka. Po mirë, ta nëse dikush ka shku, le të themi në atë luftën e shenjtë, është më mirë këto 10 ditë punët që bën dhe veprat e mirë që bën këto 10 ditë, tha po, edhe më e mirë se sa lufta e shenjtë. Përveç një rasti që njëri shkon me gjithë pasurinë e tij dhe me jetën e tij dhe nuk kthehet më asgjë. Këtë se arrin dot, ama çdo gjë tjetër, puna e mirë dhe vepra e mirë në këto 10 ditë është shumë e vlerësuar. Ne kemi mësuar hosh, dëgjojmë se ditët më të rëndësishme, koha më e rëndësishme është koha e Ramazanit. Ndërkohë që ju po thoni se ditët më të vlefshme gjatë gjithë vitit janë këto ditë. Shif, ka ditë edhe net. Ditët më të rëndësishme janë 10 ditësh i Dhulhixhes. Netët më të rëndësishme janë 10 netësh i fundit i Ramazanit. Pra 10 netësh i fundit i Ramazanit ka të bëjë me netët, ndërsa 10 ditësh i Dhulhixhes ka të bëjë me ditët. Kështu që 10 ditësh i Dhulhixhes është më i vlefshëm te Zoti se sa 10 ditësh i fundit i Ramazanit. 10 netësh i fundit i Ramazanit është më i vlefshëm tek Zoti se sa 10 netësh i parë i Dhulhixhes. Pra dallimi mes ditës edhe normalisht që wa rabbuka yakhtaru ma yasha. Allah është ai i cili zgjedh dhe vendos si doj. Ai është Zoti i cili këtij 10 ditësh i ka dhënë këtë vlerë super të madhe dhe Zoti është ai i cili këtyre netëve ka dhënë këtë vlerë kaq të madhe dhe nuk i ka bërë ditët e atyre netëve në të njëjtën vlerë dhe nuk i ka bërë netët e këtyre ditëve, pra 10 ditësh nuk i ka bërë me këtë vlerë. Imam Newawiu ose Ibn Hajar Asqalani, domethënë nuk më vjen ndërmend mirë, sqaron edhe një nga urtësitë se pse këto 10 ditë janë më të vlefshme, sepse thotë në këto 10 ditë njeriu bën të gjitha shtyllat e Islamit. Shahadet, që është telbia ose rënja në shahadet, që një musliman bie zakonisht, namazi normalisht, agjërimi, sepse në këto ditë agjërohet, dita e Arafatit e tjerë, dhënia e sadakas dhe lëmoshës, sepse është prej veprave të mira, dhe bërja e haxhit. Pra nëse do thonin cilat janë veprat e pëlqyeshme që duhen bërë në këto ditë. Po, kjo vjen pastaj, po duhet të them, do thënë imami thotë, domethënë për këtë arsye thotë sepse është prej ditëve të rralla ku njeriu mund të bëjë gjitha shtyllat e Islamit. Edhe shahadetin që normalisht ta bëj, edhe namazin që normalisht ta bëj, po edhe agjërimin që është e pëlqyer, po edhe sadakaja dhe lëmosha, po edhe haxhi. Gjë që nuk ndodh në kohët e tjera. Ndërkohë që edhe në 10 netëshin e fundit të Ramazanit kemi shahadetin, mund ta thuash, namazin mund ta bësh. Kemi, domethënë, net të bekuara që kërkohet nata e Kadrit, mirë po nuk kemi haxhin aty, ndërsa këtu është edhe haxhi, pra 5 shtyllat e Islamit mund të mblidhen. Normalisht që ka gjëra që janë shumë pëlqyeshme në këto ditë, disa i përmendëm, po le të përmendim një nga një. Për shembull, kujdesi ndaj namazit në këto 10 ditë duhet të jetë shumë më në vëmendje të besimtarit se në çdo kohë tjetër. Pra, sepse vlera ose ne profitojmë nga këto ditë në varësi të asaj se çka veprojmë dhe sillemi thjesht. Ato ditë nuk kanë vlerë se janë ditët. Pra nëse jemi pasiv nuk përfitojmë asgjë. Është puna e Ramazanit. Ramazani ka vlerë, po ai që sagjeron s'ka asnjë lloj vlere për të. Edhe puna e këtyre 10 ditëve, domethënë, këto ditë kanë një vlerë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Mirë po vlera e tyre e vërtet vjen atëherë kur njeriu domethënë punon to dhe gjëja më e rëndësishme që njeriu duhet ta angazhohet në këto ditë është kujdesi ndaj namazit. Kur themi kujdesi ndaj namazit nuk po themi vetëm ta falim kohë, sepse shpresojmë që kemi dalë nga kjo suaz, kemi dalë nga kjo fazë, pra faza e faljes namazit në kohë. Ideja është falja e rregullt, falja e mirë, falja me përqendrim, falja e suneteve, ardha herët në xhami, pra ata që i kanë mundësit, kujdesi, si themi me u përgjigj ezanit, me i fal sunetet, me bërë dhikrin mbas namazit, me i fal pastaj sunetet. Do të kemi një kujdes të shtuar këto ditë në raport me namazin. Për gjërave që është e pëlqyeshme, normalisht pejgamberi sa më tha, el amelu salih, vepra e mirë në këto ditë. Kështu që vepra e mirë, çdo gjë që quhet në Islam vepër e mirë është vepër e mirë. Po që le të themi e specifikojmë, ta kalojmë nga e përgjithshme në më të specifikuar, personalizuar, për shembull agjërimi. Agjërimi i këtyre ditëve në përgjithësi. Për këtë arsye tregohet se nënat e besimtarëve, pra bashkëshortet e Profetit alayhis salam, në këto ditë agjëronin dhe i kushtonin shumë rëndësi agjërimit. Nuk po them agjërimi ditës Arafatit, sa është çështje tjetër, po edhe agjërimi i këtyre ditëve është i pëlqyer dhe është
i mirë. Pra 9 ditë agjërim janë të pëlqyera dhe shumë të vlefshme. Kemi përmendjen e Zotit. Do thuash ti po përmendja e Zotit? Jo, në këto 10 ditë ka vlerë veçantë, sepse Zoti thotë në Kur'an: "Wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat." Përmendeni Allahun në ditët e kufizuara. Pra, shif tani, ditë të kufizuar. Çfarë ka thënë Zoti për Ramazanin? Ayamin ma'dudat. Ditë të numëruara, pra të kufizuara. Pra Zoti i Madh e ka quajtur Ramazanin ditë të numëruara, Zoti i Madh i ka quajtur 10 ditëshin e Dhulhixhes ditë të numëruara. Pra, mirë po, në Ramazan nuk tha përmendeni Zotin, sepse Ramazani e ka me vetë atë goditjen e energjisë pozitive, njeriu mundohet. Këtu tha wadhkurullaha fi ayamin ma'dudat. Përmendeni Allahun në ditët e numëruara ose në ditët e përcaktuara. Pra vetë Zoti jep sinjal. Për këtë arsye është transmetuar nga shokët e profetit alayhis salam se kur hynin këto 10 ditë, pra ata me të madh e ngrinin zërin nëpër tregje, e ngrinin zërin kudo, duke bërë tekbir, sidomos ajo që quhet tekbiri special, që është Allahu Akbar, Allahu, vazhdimisht domethënë përmendin Zotin në këtë formë, po edhe subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pra diçka që domethënë e bën të vendin gumzhonte nga përmendja e Allahut, pra si diçka më specifike. Unë për shembull mund të shtoj për veprave të mia në këtë 10 ditë është kujdesi ndaj të afërmve tan, sidomos ndaj prindërve, kontakti me farefisin, me gjakun, sepse është prej veprave më të mira që e afron njeriu me Zotin, edhe llogaritë e tij nëse kjo do të bëhet në 10 ditëshin e Dhulhixhes, çfarë vlerë të madhe merr tek Zoti i gjithësisë. Po, nëse njeriu ka mundësi për shembull që në ditën e zakatit ta lejë në këtë 10 ditësh, do të ishte shumë mirë. Ditën e zakatit vjetor. Pra, le të themi nëse zakati vjetor është ca ditë më mbrapa, le ta bjerë në këtë 10 ditësh. Që shkojmë tek fjala Ibn Haxherit që thoshte 5 shtyllat e Islamit mund të bëhen në këtë 10 ditësh. Ose sadakaja, pra t'japi sadaka. Nëse sadakaja në Islam është kaq e vlerësuar, ka kaq shumë vlerë tek Zoti i gjithësisë, merre mend që njeriu t'japi sadaka në këtë 10 ditë, se çfarë vlere ka tek Zoti, sepse është muaj i shenjtë, pra muaj i shenjtë, pra nuk është as pak si muajt e tjerë, po janë edhe 10 ditë shumë të veçanta të Zotit, që Zoti ka përmendur 2 herë në Kur'an, pra i ka përmendur duke u betuar në këto 10 ditë dhe i ka përmendur, si më thënë, me vete, pra duke na sugjeruar në thonjza Zoti neve që ta përmendim Zotin në këto ditë. Pra edhe sadakaja është e pëlqyeshme në këto ditë, ashtu siç domethënë mund të përmendim në këto ditë, domethënë që preferohet leximi i Kur'anit, sepse janë ditët më të mira të Zotit. Profeti tha, vepra e mirë në këto ditë është më e vlerësuar se vepra e mirë që mund të bëhet në çdo kohë tjetër. Pra leximi i Kuranit gjithashtu është i preferuar në këto ditë. Kujdesi dhe ruajtja minimalisht nga haramet dhe gjunahet të mëdha. Sepse kemi 2 gjëra, kemi muajin e shenjtë, po kemi edhe ditë të veçanta dhe të zgjedhura të Zotit. Pra, si më thënë, e keqja dhe mëkati ka dy të këqija brenda. E para se merr rëndes të madhe se jenë muaj të shenjtë, po merr dhe një rëndes të dytë sepse jenë në një 10 ditësh që njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm dhe shumë i vëmendshëm. Ndërkohë jemi mësuar të dëgjojmë po dhe të pyesim kur janë ato ditët kur pranohet lutja, kur janë ato momentet kur pranohet lutja, pra kur kërkojmë prej Zotit. Në këto 10 ditë a ka ndonjë transmetim se duaja është e pëlqyer ose pranohet dhe nuk kthehet mbrapsht pasi është raporti me duan? Përderisa jemi në ditët më të mira të Zotit, në momentin që njeriu bën një adhurim për Zotin, i përkushtohet Zotit ose me agjërim, ose me sadaka, ose me lexim Kur'ani, ose me përmendje të Zotit, normalisht që preferohet që në situata të tilla njeriu në thonjza ta përdori punën e mirë ose veprën e mirë për të bërë dua dhe për të bërë lutje. Kjo pozitë e mirë shpirtërore, nëse po themi kështu, është momenti i rëndësishëm që të kërkojë dhe për të lutur. Ndërkohë, çfarë nuk duhet bërë këto ditë, sepse ndoshta ka dhe gjëra që duhet të kemi parasysh se ndoshta janë transmetuar si vepra që pëlqejnë këto ditë, por se ndoshta nuk kanë bazë profetike. Njeriu në këto 2 ditë ose është haxhi, pra ai që do të bëjë haxhin, do normalisht ka dispozita të veçanta dhe nuk është momenti këtu për të ndalur sepse është diçka tjetër komplet. Jo haxhi, pra që është edhe tema jonë, domethënë, në rastin e jo haxhiut në këto 10 ditë, besimtarit i cili do të bëj kurban ose do të bëhet kurban për të. Pra, unë do të bëj kurban, por nuk do ta therr vetë. Do ta therr për mua dikush tjetër. Atëherë unë jam porositësi. Pra, ose bërësi i kurbanit për veten e tij dhe familjen e tij, ose porositësi i kurbanit ose autorizuesi i
kurbanit për të tjerët, në këto 10 ditë, domethënë nuk duhet që të pres ose shkurtoj flokët apo qimet në trupin e tij dhe nuk i lejohet të shkurtoj thonjt. Kanë thënë për thonjt ka vetëm një përjashtim nëse ka arritur 40 ditë, që është minimumi i asaj që një besimtar musliman nuk i lejohet të kalojë 40 ditë pa sepse hyn në haram pastaj, hyn në shkelje fetare pastaj. Po, për këtë arsye në këtë rast ka tolerant. Mirë po, nëse ndodh për shembull që një besimtar ka bërë ruarje apo prerje flokësh apo ka prerë thonjt në këto 10 ditë, a vlen kurbani i tij? Absolutisht që kurbani i tij vlen. Nuk ka të bëj, edhe kjo është shumë e rëndësishme për të sqaruar. Nuk ka të bëj kjo me saktësinë e kurbanit. Thjesht personi ka bërë një shkelje. Kurbani është i saktë, kurbani vlen. Se dikush ka bindje që unë nëse i prestojt apo qethem në këto 10 ditë, s'vlen kurbani, jo, nuk është e vërtetë. Kurbani vlen, kurbani është i saktë, thjesht i ke bërë një shkelje. Është si puna asaj që profeti alayhis salam tha, kur të falet ndonjëri për jush, le të vendosë një sutre mes tij dhe njerëzve që kur kalojnë, domethënë të jetë si tip pengese. Nëse dikush falet pa sutre, namazi është i saktë. Mirpo ai është i ngarkuar me mëkat për shkak të shkeljes. Edhe kjo gjë, domethënë, njeriu ka bërë shkelje, po kjo nuk do të thotë që kjo ndikon në saktësinë e kurbanit apo në vlerën e kurbanit. Kjo ka të bëjë me shkeljen e tij, por nuk ka të bëjë me saktësinë e kurbanit. Atëherë këto dy gjëra, domethënë, janë të ndaluara për besimtarin i cili është jo haxhi dhe i cili do të bëj kurban ose është porositës ose autorizuesi i kurbanit. Ndërsa për njerëzit e tjerë absolutisht çdo gjë është okay, domethënë si gjitha ditët e tjera për sa i përket halallit dhe haramit, për sa i përket veprimeve në trupin e tij, nuk ka asnjë lloj problemi. Ndërkohë janë të shumë, siç thatë ju, hoç njerëzit cilët besimtarët cilët do dëshironin që të ishin pjesë e haxhit këtë vit dhe madje çdo vit. Po ndërkohë numri i haxhive është numër i përzgjedhur dhe nuk mund të shkojnë të gjithë. Dhe një pjesë kanë zgjedhur një lloj, po themi, një lloj kompensimi i mungesës së haxhit që pas faljes sabahut të rinë zgjuar dhe të përmendin Zotin deri në lindjen e diellit. A është kjo një vepër, po themi, që e mirë, a është një vepër që ja sugjeroni ose çfarë mund të bëjnë ata cilët nuk janë pjesë e haxhit, si mund ta kompensojnë, po themi? Është plotësisht e drejtë, domethënë janë disa vepra në Islam që profeti alayhis salam ka thënë kush e bën këtë, Zoti i jep shpërblimin sikur të ketë bërë haxhin. Dhe një nga këto për shembull është vajtja në xhami me niyetin e farzit. Jo me niyetin se të fal sunetet, po jo, me niyetin e farzit. Profeti alayhis salam thotë, kush shkon në xhami me niyetin se do të fali farzin, Zoti i jep shpërblimin e haxhit. Dhe hadithi është i saktë. Hadithi tjetër që ju aluduat kur thotë nëse një besimtar ose besimtari mashkull fal namazin sabahut me xhamat dhe rrin aty pa luajtur prej vendit derisa të lindë dielli dhe mbas lindjes së diellit pret prap derisa të falë 2 rekatshin, thotë Zoti e jep shpërblimin e haxhit të plot. Edhe kjo është e saktë, pra siç ndodhen në hadithin ku disa të varfër vajtën tek profeti alayhis salam dhe i thanë pejgamberit Zotit, të pasurit po na e kalojnë sevapet dhe shpërblime, po ecin shumë para nesh, se i bëjnë gjitha veprat tona po japin nga pasuria e tyre. Tha profeti alayhis salam, Zoti ju ka bërë juve të mundur që t'i garoni të pasurit, pa të konkurroni me ta, të përmendni Zotin, la ilaha illallah, subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar. Etj, madje edhe kafshatën që ndonjëri për jush e vendos në gojën e bashkëshortes tij, Zoti për të i jep shpërblim, madje edhe kur ndonjëri për jush shkon me bashkëshorten tij në shtrat, Zoti për të. Ka një transmetim që të pasurit e Medinës e morën vesh këtë fjalë që u kishte thënë profeti alayhis salam të varfërve. Profeti alayhis salam u tha edhe për t'ju dhënë forcë dhe për t'ju ndezur dritën e optimizmit, për t'i inkurajuar. Dhe filluan dhe ata ta përmendin Zotin shumë. Përveç sadakas filluan që të bënin dhe këtë këto vepra të mira. Edhe erdhën prap të varfrit, o pejgamberi Zot, po ata e morën vesh hadithin që ti na ke thënë neve pra fjalën, edhe po bëjnë dhe ata, po tha pejgamberi se kjo është një mirësi e Zotit, ta që Zoti e jep kujt të dojë. Edhe puna e haxhit, domethënë, Zoti, nëse ne jemi të sinqert, do të na japë shpërblimin e haxhit edhe nëse nuk shkojmë haxh. Profeti alayhis salam tha, ai njëri që kërkon për Zotit gradën e shahidit me sinqeritet dhe duke qenë i vërtet në atë që kërkon Zotit, Zoti do të japi gradën e shahidit edhe nëse vdes në shtratin e shtëpisë tij. Një që është i sinqert në kërkesën e tij për të qenë haxhi, ja bën yzmetin me të gjitha sebepet e mundura, Zoti i Madh ose ka për t'ia mundsuar, e nëse nuk ja mundson Zoti do të japi shpërblimin sikur e ka bërë. Unë di raste ekstreme, duke qenë se kemi qenë shumë herë shoqërues haxhish.
Do njerëz që s'ta merrte mendja kurrë se njëri mund të shkonte në haxh, Zoti i Madh me këmbgulin e tij, me sinqeritetin e tij ka mundsuar. Di raste ekstreme që thua jo vetëm që ja ka mundsuar, por ja ka mundsuar Zoti të jetë prej miqve të mbretit. Pa edhe lek nga xhepi i tij nuk ka paguar. Siç ka ndodhur një vit, për shembull, në një nga vitet përfaqësues të ambasadës diçka e tillë vendosën që të përzgjedhin vetë haxhit. Çfarë kanë bërë? Kanë shkuar në xhamiat e rrethinave të Tiranës, vetë. Kë kanë gjetë për namaz sabahu, u kanë marrë emrat dhe pasaportat. Që njeriu as e mendon, di njerëz, e kam përmend ndoshta edhe herë tjetër, me shitje qesesh, me lekët e qesëve kanë siguruar lekët e haxhit. Ditë të tjerë që me lek pensioni kanë arritur që me pensionin të paguajnë haxhin. Ditë të tjerë që me shitje vezësh, fshatar, nuk flas nga ata që punojnë me shitje e vezësh, jo fshatar, me shitje e vezëve kanë mbledh lekët e vezëve dhe me ato ka shkuar në haxh. Pra Zoti i Madh e ka lehtësuar. Ka njerëz për shembull që kanë arritur bën gjysmën, ka ra muhabetin në një mezhlis diku, në një ulje, në një takim, thotë un kam bërë, ka thënë dikush ta marrun përsipër gjysmën tjetër. Pra Zoti i Madh e shpërblen njeriu si masnijetit. Ashtu siç ka dhe shumë të tjerë cilët kanë mundësi dhe këtë desha të them. Po ka njerëz të tjerë cilët nuk e di se çfarë i pengon. Domethënë i kanë mundësitë, i kanë kushtet ta maja ose s'na bëhet mbarë. Jo po ta mbyll dhe këtë, jo po ta mbyll dhe këtë dhe vjen një moment që ata ndrojnë jetë pa e bërë haxhin. Ky nuk është arsyetuar tek Zoti i gjithësisë, sepse ky duhet linte punët e tjera për haxhin. Ndërkohë që ky tjetër po mundohet të bëj të pamundurën për të arritur haxhin. Pra kësa i thonë, domethënë i suksesshëm është ai që e do Zoti fort dhe i suksesshëm është ai që Zoti më e frymëzon për të arritur suksesin. Sepse suksesi nuk mund të jetë atribut njerëzor, suksesi është prej Zotit. O ma taufiqi illa billah. Suksesi im dhe mbarësia ime në jetë është vetëm prej Allahut. Kështu që ka njerëz që edhe pse ndoshta nuk kanë shumë, Zoti ju mundson shumë dhe ka të tjerë që Zoti ju ka dhënë shumë, po Zoti ju mundson pak dhe ka të tjerë të cilët vazhdimisht, domethënë mundohen mes kësaj dhe kësaj. Hoç, bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe rikthehemi bisedës tonë. Ndërmiq shihemi pas pak. Rikthehemi miq sërish në studio. Në këtë pjesë të dytë të fokusohemi tek Arafati, dita e rëndësishme ku haxhit hoç të bëhen të gjithë, ndoshta ju keni thënë që është kulmi i haxhit. Po ndërkohë çfarë raporti dhe çfarë do të bëjnë ata që nuk janë haxhi, cilët mundohen që në këto 10 ditë po themi të adhurojnë Zotin sa më tepër, mirë por nuk janë pjesë e tokës së Arafatit. Është e bukur, është si puna asaj që thamë në 10 netët me 10 ditët dhe këtu Zoti ka bërë një kompensim shumë interesant. Haxhiut në haxh nuk i lejohet ta agjërojë ditën e Arafatit, sepse është i angazhuar me dhikr, me përmendje të Zotit, me dua dhe duhet të jetë potent, i fuqishëm. Jo haxhiut, Zoti ja ka kompensuar mosvajtjen në Arafat me agjërimin e ditës së Arafatit. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai njeri që agjeron ditën e Arafatit, Zoti do t'i falë gjunahet e 2 viteve, vitit shkuar dhe vitit ardhshëm. Tani vitit shkuar e kuptoj. Si janë falja e gjunaheve të vitit ardhshëm? Po, Zoti i Madh është i plot fuqishëm, që çfarë do të bësh edhe i vit Zoti t'i falë. Pra, besimtari që agjeron ditën e Arafatit me besim të madh te Zoti dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti i Madh, domethënë, ja mundson që të falet paraprakisht, një vit përpara t'i falen gjunahet. Kjo është mirësia e Zotit, Zoti jep kujt të dojë. Domethënë, kjo tregon vlerën e madhe që ka. Pra, nëse haxhiu t'i falen të gjitha gjunahet, këtij që nuk është haxhi, Zoti jep mundësinë që t'i falen një vit para, një vit mbrapa. Po mirë, një njeri i cili s'ka mundësi fare të shkojë në haxh. Nuk ka mundësi të shkojë në haxh fare. Dhe gjithë jetën e tij ka agjëruar ditën e Arafatit. Gjë tjetër interesante, nëse unë më janë falë gjunahet e vitit kaluar dhe agjëroj prap ditën e Arafatit që vjen, domethënë unë bëhet një falje mbi faljen. Domethënë llogaritë e tij, domethënë vlerën e madhe dhe mirësinë që Zoti i Madh i ka dhënë pikërisht kësaj dite, ditës së Arafatit. Për këtë arsye në përgjithësi, muslimanët, po
ne pahasim edhe jo muslimanë të cilët e agjërojnë këtë ditë Arafatit si puna e natës Kadrit, që agjërojnë gjithë atë ditë që është para natës Kadrit, edhe në ditën e Arafatit i gjejmë edhe të tjerë që agjërojnë. Normalisht që si adhurim pranohet për muslimanëve, ndërsa për të tjerëve si shija adhurimi është gjë e mirë, domethënë, edhe inshallah ka hajër të, ka mirësinë të. Pra dita e Arafatit është ditë e madhe si për haxhit, po edhe për jo haxhit, sepse profeti, siç e thash, pra ka një hadith transmetim të saktë që falet gjunahet e 2 viteve, po jo vetëm kaq, vetë profeti alayhis salam e këshillonte agjërimin e kësaj dite dhe porosiste të tjerët që kjo ditë të agjërohej dhe ka qenë absolutisht traditë. Madje në haxhin e lamtumirës, nga që ka qenë traditë e profetit alayhis salam agjërimi këtyre ditëve dhe sidomos ditës Arafatit e padiskutueshme, ditën që pejgamberi sa ka qenë haxh dhe ka qenë dita Arafati, njerëzit po thoshin agjëron, nuk agjeron, agjeron, nuk agjeron. Dhe profeti alayhis salam u ngjit mbi deven e tij, mori, si më thon, ujë dhe e piu mbi deve që njerëzit ta shihnin dhe transmetonin se profeti ditën e Arafatit nuk ka agjëruar dhe nuk është e pëlqyeshme për haxhiun që të agjërojë ditën e Arafatit, ndërsa jo haxhiu. Normalisht është një ditë që nëse besimtari e kalon mirë si ditë, pra me adhurim, me kujdes, me ato pikat që ne përmendëm më herët, normalisht që ka vlerë të madhe tek Zoti, dhe kur vi koha e iftarit, që është koha e çeljes, normalisht që duaja e një agjëruesi, sidomos i një agjëruesi që ka agjëruar ditën e Arafatit, ka një vlerë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë, pra është diçka që mund shfrytëzohet shumë mirë, siç shfrytëzon, nuk po them me të njëjtat raporte, po them që siç shfrytëzon pra haxhiu ditën e Arafatit për të bërë dua që Zoti pranon më shumë lutjet etj, edhe jo haxhiu mund të shfrytëzojë iftarin e ditës Arafatit si një ditë agjërimi, si një moment lutjesh dhe duash, përgjërimi, përkushtimi ndaj Zotit gjithësisë, pendimi e kështu me radhë. Pra nuk po them se do të arrijë çfarë arrin një haxhi, po që ka shumë shanse, sepse profeti alayhis salam kur tha lutja e agjëruesit kur e çel iftarin, e tha domethënë të përgjithshme, nuk tha vetëm për ditët e Ramazanit, po e tha në tërësi ose në përgjithësi. Kështu që është një ditë e madhe që besimtari duhet të kushtojë rëndësi. Ndërsa si ditë është quajtur me këtë emër, ndoshta na duhet edhe kjo, domethënë, është quajtur dita e Arafatit se vendi ku rrin haxhit, atë ditë quhet Pëllaja e Arafatit. Për këtë arsye dhe ka marrë emrin dita e Arafatit. Pse është quajtur me këtë emër Pëllaja e Arafatit? Fjala Arafat do të thotë prezantim. Thuhet se Ibn Abbasi tregon se Zoti i gjithësisë ajeti kuranor ku thotë Zoti ju paraqit bijve të Ademit. Pikërisht prezantimi i parë që është bërë mes njerëzimit mbar dhe Zotit të gjithësisë ka qenë pikërisht në Pëllajën e Arafatit, kështu e tregon Abdullah ibn Abbasi. Prej arsyeve thonë që është quajtur me këtë ditë është se Ademi dhe Havaja kur kanë zbritur në tokë, kanë zbritur në vende të ndryshme, si një formë, le të themi, edukimi dhe ndëshkimi nga Zoti i gjithësisë, dhe kanë ecur në thojza, le të themi kështu kuturu, nuk kanë ditë derisa janë takuar për herë të parë në Arafat, pra janë prezantuar në Arafat, për këtë arsye quhet vendi i prezantimit. Kanë thënë ka dhe një kuptim tjetër që mund pëlqen shumë faktikisht, që është dita e prezantimit të njeriut me paudhësitë dhe pandërgjeshmërinë e tij në raportit me Zotin dhe e prezantimit të tij me faljen e Zotit, domethënë që Zoti s'do t'ia di për çfarë gjunash bën njeriu, mëkatësh bën njeriu, me ato që ti drejtohesh në pendim dhe Zoti në këtë ditë i fal të gjitha. Pra dita e prezantimit me faljen dhe mëshirën e pafundme të Zotit, dhe kjo nuk vlen vetëm për haxhit, por kjo vlen për të gjithë tjerë. Për këtë arsye pëlqehet, preferohet agjërimi i kësaj dite, normalisht për ata që kanë mundësitë, sepse ata që s'kan mundësitë, ne po themi Ramazanin mos ta bëjnë e jo më ditën e Arafat. Pra ngjelet një agjërim vullnetar gjithsesi. Agjërim vullnetar më shumë se vullnetar sunet. Sunet. Pra ka dallim mes agjërimit vullnetar që është i lirë dhe agjërimit sunet pa që është i preferuar dhe i porositur. Një sunet i preferuar. Po. Ndërkohë që haxhit gjatë ditës së Arafatit kanë një dua apo një dhikër të veçantë që e thon. A mund ta thotë dhe personi i cili nuk është pjesë e haxhit ose ka një lidhje me së? Absolutisht që po. Duaja më e mirë është duaja që kanë bërë unë dhe profetët përpara meje. Fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu ala kulli shay'in qadir. Këtë nuk është vetëm haxhiu që ta thotë, po edhe të tjerët. Normalisht që pra haxhiu ka një vlerë më të veçantë, po përderisa mund të bëhet si dhikër, ky është një dhikër që bëhet çdo mëngjes dhe çdo darkë tek besimtari, pra nuk është
por në këtë ditë ka vlerë të veçantë, pra mund ta bëjnë edhe jo haxhit, absolutisht është e preferuar edhe për jo haxhit, sepse ai nuk tha në haxh lutja më e mirë, duaja më e mirë është duaja e Arafatit, dhe lutja më e mirë dhe duaja më e mirë që kanë bërë dhe profetët përpara meje është që njëu thotë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa ala kulli shay'in qadir. Është interesant fakti se në këtë dhikr s'ka dua faktikisht. Pra ti po ta përkthesh në gjuhën shqipe, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Nuk ka zot tjetër që meriton të jetë zot apo të quhet zot apo të adhurohet si zot përveç Allahut. Ai është një dhe i vetëm. Lahul mulku lahul hamd, atij takon pushteti, sundimi dhe lavdët dhe falënderimet. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai për gjithçka, Allahu pra për gjithçka është i plot fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm. Këtu vetëm dua nuk ka. Këtu vetëm nuk ka lutje, këtu ka madhërim. Nuk ka lutje. Mirë po kanë thënë, kjo është le të themi formula më e lartë e njësimit të Zotit. E duke qenë se njeriu angazhohet me këtë formulë të dhikrit, pra të përmendjes Zotit dhe të njësimit të Zotit, kjo i mjafton edhe po zbërës një lloj duaje tjetër. Pra aq vlerë të madhe ka ky si dhikr, saqë s'ke nevojë të bësh më asnjë dua, Zoti do t'i plotësoj pa i thënë. Pra aq vlerë të madhe ka ky lloj dhikri, kështu që vlen këtu desha të dal, vlen edhe për jo haxhit, nuk është vetëm për haxhit, domethënë apo për njerëzit që qëndrojnë në Arafat. Hoç, Zoti shpëleft, unë falenderoj për kohën dhe argumentet që na solli. Faleminderit të juve, Zoti shpëleft. Ndërmiq, këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për 10 ditët e Dhulhixhes, rëndësinë që kanë këto ditë dhe veprat e veçanta që pëlqejet të bëhen në këto ditë. Kështu që le të mobilizohemi dhe le të bëjmë një program ndoshta për të qenë sa më efektiv dhe sa më produktiv në këto ditë. Zoti ju shpëlojë që na ndodhi që të mirë takofsh.